askush se ka marrë autorësim, nga që është turp i madh. Prandaj unë gjykoj që ne duhet merremi me mirimangën, jo me rrjetën. Që do të thotë në Manza u gjaku ditën e djeshme dhe asgjë nuk do të pengonte asnjë qytet tjetër të Shqipërisë që të kemi ngjarje të tilla. Or zotëri, ku është policia në këtë rast më? Kjo është pyetja. Por për çfarë paguhen këta policë? Unë e di që ky i ka shtuar radhët e policëve, ka marrë dhe çuna të ri që i ka fut polici, shumë mirë ka bë. Uroj që mos jenë se di statistika që janë kështu njerëz që përdorin drogë, janë përdorues droge. Nuk e di pse e ka hequr të testin e drogës. Shumë mirë ka bërë që i ka shtuar radhët, se ne jemi, domethënë, ndërkohë që Shqipëria po shpopullohet, shtojmë radhët e policëve, por ku janë këta policë më? Çfarë janë këto vrasje që ndodhin mes qytetit në përballë policisë? Domethënë, ai vritet përballë policisë, ai tjetri vritet në gjykatë, tjetri vritet do vritet në prokurori, larg qoftë, tjetri nuk e di tani ç'është ky vend më burr. Prandaj unë po të them që jemi një popull i armatosur në 3 veta, 2 persona me armë, më vjen keq edhe të një moshe. Ju e pat apo jo, 21 vjeçare. Tani unë uroj shumë që ngjarja të zbardhet, po të zbardhet e vërtet. A e keni pa policin tani që kthehet në një vend që thjesht bëhen statistika? Ose janë policia ose janë instati. E kanë gatruar rolin e tyre. Dekurajohet një punojës policie në momentin që arreston një person dhe pastaj lirohet nga gjykata apo nga prokuroria. Dekurajohet punojës i policisë. A dekurajohet? Ka fajin gjykata. Jo, nuk po them, po ka raste pa fund kur një punojës policie, unë kam patur biseda, secili prej nesh ka të afërm që mund të jetë punojës policie. Dhe thonë që unë arrestoj kriminalin dhe të nesërmen apo pas disa ditësh unë e kam përsëri përballë, i cili më bën dhe karshillek, sepse ka gjetur çarat e sistemit drejtësisë. Pra ne po themi që patjetër që policia ka përgjegjësinë e vet. Dhe sistemi i drejtësisë, në fund ditës vendimet i jep gjykata, Ulan. Faleminderit se nuk e dija. Ne po themi me mjegullu situatën, hajde ta mjegullojmë. Ne po themi ja ku i kemi ujkun, ti thu gjurmë. Unë të thash ku janë problematikat, se nuk duhet bëj fare as ujkun as mjegull. Ore, ku është policia në këtë rast? Tani po merr në mbrojtjet pa mbrojtshme. Pra policia është thyer në instat. A je dakord me mua për këtë apo jo? Jam dakord me bilance. Po thjesht bilance janë vrarë kaq, bilance lufte. Kemi Al Jazeera në CNN-in për bilancet e luftës. Kemi instatin për me na tregu se sa shqiptar, cila është lindshmëria dhe vdekshmëria. Flet vetëm për lindshmëri dhe vdekshmëri. Tani, para 10 vitesh kishim polici që ishte për korri Ashashit. Kujtohet apo jo? Sepse ata që mbillnin Ashash përtonin me pre bimën dhe çonin policinë, e bënte gati policia, duke prej vetëm Ashash. Ora tani më ndjek keq. Ata zgjidhin çështën nëse ne do flasim vetëm për policinë. Po nëse flasim vetëm për policinë, do zgjidhim. Vetëm policia është fajtore, domethënë? Janë njerëzit, pra, të theti pjesën e parë. Njerëzit është shoqëria fajtore. E kuptova unë atë. Jo, nuk është vetëm shoqëria, unë thash, unë lidha me policinë, lidha me sistemin e drejtësisë. Nëse do një gjë që ti je politikisht korrekt me pozicionin që ke ti, është mira shoqërisë. Unë nuk jem fare politikisht korrekt me asnjë lloj pozicioni, por unë përmend elementet e Ulan, thash. Është shoqëria, është familja, janë instancat, janë institucionet, do të fol edhe për shërbimet, mungesën e shërbimeve mbështetëse. Është sistemi i drejtësisë, nuk mund dalë në vetëm një pikë. Që e pruni kjo, Ministria e Shëndetësisë, kjo familja, për këtë familjen po fleti, me LGBT me prindin 1, prindin 2. Kjo është familja. Cila familje, pra? Familja disfunksionale, familje, ke fëmijë cilët janë dëshmitar dhunën familje, ke rastet e dhunës familje. Pra një djalë, një mitur i cili shikon rastet e dhunës familje, është dëshmitar dhunën. Tu ka drejta Uloni në argumentin e tij. Jo, nuk po them vetëm ka pasur familje me probleme se natyre nuk vriteshin njerëzit rrugë. Potencialisht, tani Flavio, në këtë fushë besoj ka vite që i kam dedikuar jetën time për ta diskutuar. Dhe patjetër që një fëmijë i cili është dëshmitar dhunën familje dhe ka një familje disfunksionale, potencialisht, patjetër që po, përsjellje agresive. Zakonisht prirja për dhunë ishte që do të trashëgonte këtë agresivitet te familja e vet. Jo vetëm te familja e vet, por edhe në përgjithësi, sepse unë thash që një fëmijë nuk lind as kriminal, as nuk lind agresiv vetvete. Janë raste të rralla kur mund të ketë çrregullim. Kam një pyetje tjetër.